Qëndrimi i izoluar prej më shumë se 150 ditësh, duke se ka rënduar së tepërmi psikologjikisht gjendjen e Gjestit, fillimisht në Big Brother VIP Kosova, e më pas kalimi i tij me një hershëm në Big Brother VIP Albania, ka bërë që Gjesti të lodhet dhe her pas here, të ketë kërkuar edhe largimin nga shtëpia e Big Brother VIP. Në një bisedë sinqert me Danjen, Gjesti ka treguar se ka qenë shumë keq dhe shumë pranë largimit nga shtëpia, por vetëm një sekonde ka shpëtuar nga ky vendim. I pyetur nga Danja se çfarë ndaloi të largohet, Gjesti u shpreh se u çua dhe është falur, dhe kjo gjë e ka qetësuar shpirtërisht. Ndërkohë kujtojmë se vetëm para disa ditësh u bën virale videot e Gjestit duke kryer namaz. Situata e Gjestit është rënduar edhe më tepër pas rikthimit të Eglit, e cila akuzon se ai është fajtori i gjendjes së saj të rënduar. Gjesti ka kuptuar se ka kundër jo vetëm banorët, por edhe produksionin, dhe pavarësisht ngarkesës po e përballon me sukses të gjithë presionin.